Mjeshtri i madh Dule Malindi është një nga figurat më të spikatura të muzikës popullore shqiptare dhe një zë autentik i Toskërisë. Me gati 5 dekada karrierë artistike, ai u ngjit në skenë që në fëmijëri në shtëpinë e pionerit në Skrapar, duke kënduar këngë patriotike dhe polifonike që do të shënonin fillimin e një rruge të gjatë dhe të qëndrueshme dedikuar artit. Nga klarinetat e kënga solo, Dule Malindi është ndër të parët artistë që bashkoi polifoninë me muzikën popullore, duke bërë pjesë të pandarë të festave, gëzimeve familjare dhe jetës kulturore shqiptare. Me qindra koncerte brenda dhe jashtë vendit, 10 këngë dhe albume, ai ka ruajtur, pasuruar dhe përcjell trashëgimin muzikore brez pas brezi. Edhe gjatë emigrimit në Turqi për më shumë se një dekadë, ai nuk ju nda asnjëherë këngës dhe iso polifonisë shqiptare, duke e mbajtur gjallë identitetin kulturor kudo ku jetoi. Në vitin 2020, për kontributin e jashtëzakonshëm në muzikën popullore, u vlerësua me titullin e lartë Mjeshtër i madh. Sot, Dule Malindi mbetet një simbol i përkushtimit, pasionit dhe dashurisë për këngën shqiptare. Me mbi 4 dekada karrierë, me këngë që kanë udhëtuar nga Malindi i Skraparit në gjitha kontinentet e botës, në diasporën shqiptare, ai është vlerësuar me titullin Mjeshtër i madh dhe shpallur qytetar nder nga vetëlindja e tij. Sot nuk do flasim vetëm për këngët, por për jetën pas tyre, për rrugtimin, largimin, kthimin dhe këmbguljen për të mos humbur asnjëherë identitetin. Me ne në studio, Dule Malindi. Kënaqësi shumë që jemi së bashku. Faleminderit për ftesën në këtë mes dritë ose në këtë mes ditë kaq të bukur. Po edhe sot doli dielli për fat të mirë sepse Stina është e vështirë. Duhet falenderojmë edhe kolegen tonë Megi Beshellë që kishte bërë një punë fashme për të përshkruar gjithë rrugën, rrugtimin tuaj artistike, për treguar shumë çka në pak sekondë. Faleminderit edhe për insetin e bukur që kishte përgatitur për. Mirë, Dule, na lejo sepse dua tani të bëj gati që në këtë intervistë të bëjmë shumë shaka dhe shumë humor. Pra, do mundohemi të jemi serios, të përshkruajmë atë çfarë ti ke kontribuar në muzikën shqiptare, por do ngacmojmë pak se tani punë kemi edhe ne këtu. Ta sqarojmë pak publikun sepse Malindi s'është mbiemri yt. Për ata të gjithë që nuk e dinë akoma, Dule është emri i gjyshit dhe ka një histori për mënyrën se si erdhi me këtë emër arti. Na trego pak. Tani Malindi nuk është mbiemri im, por është fshati. Është fshati, po. Është aty ku kam kaluar gati pak në 30 vitet e rinis ku kam lindur dhe si them kudo që kam ikur embrat vetëm Malindi shikoj sot edhe kësaj dite. Për të mos thënë që edhe janë kthyer këtij Malindit, kam investuar edhe në shtëpi edhe në frutikulturë atje për gjëra të tjera dhe po investoj edhe për fshatin. Lënë dhe e mbiemrin tim Malindi. Malindi. Ta meritoj mbiemrin. Po e vërteta është edhe Dule Malindi ose Dule gjyshim, kështu i thoshin Dule Malindi, edhe i ka emigruar në përbot, në Amerikë, në Turqi, në fund fare edhe në Shqipëri. Po faktikisht mbiemri Malindi ngeli mbiemër, si themi, artistik, pasi të gjithë kështu më thoshin, edhe kur isha në Istanbul për 10-12 vite, pas edhe kur erdha këtu të gjithë miqt ose shokët, Dule Malindi më thoshin, edhe vetëm kur shkojmë në një koncert, kur i thosha mos më ngatro, se edhe njërë më ngatruan edhe u deturan për prend bilet tjetër. Nuk jam Dule Malindi, po jam edhe Kam një të Causha. Pra nuk është në pasaport e ka Dule Causha, jo Dule Malindi. Ne edhe mundojmë që ta meritoj këtë mbiemër, edhe për zonën, për fshatin. Dhe ke punuar fort. Ç'të ka dhënë ajo zonë dhe ai fshat? Të gjithë ne marrim nga vendi nga i cili kemi ardhur. Çfarë të ka mësuar diçka që ndoshta koha me kohën të hyri vërtet shumë në punë? Lindja është gjithçka, nuk e di. Biles ku largohesh e ndjen edhe më shumë. Edhe në repertorin tim kam futur shumë këngë për vendlindjen. Duke filluar nga fshati, nga Malindi, po të shumët i kanë për Skraparit. Malindi më ka edukuar, më ka rritur, më ka frymëzuar. Kudo që kam ikur në botë, krenojnë që jam nga Skrapari edhe nga Malindi. E bukur. Ditët them? Do ndalesh edhe një moment tek Rakia, se ku themi Skrapar, edhe kemi thënë edhe pak, kemi folur edhe pak për Rakin. Si ke patur punën ti me Rakin? Po Rakin e kam pirë, e kam shijuar, por jo në atë masat më dëmtoj. Po si ke paraportin që kanë ata nga Skrapari me Rakin?
Jo, unë edhe sot e kësaj dite nxjerr raki vetë. E bën vetë raki. Shkon e bën atje? Po, shkoj vetë. Tash kam investuar atje, kam bërë një vresh të vogël për qefin tim. Sa për atë kazanin? Edhe kur e pija të rakin time, pi pa me rakfare, sepse është bio. Po, për bukuri. Rakia Skreparit i ka dalë, si thonë, nami, ose emri, rakie fort, jo, mëse e bën vendi, Rushin. Se Rush ka të emël kudo, edhe në jashtë shtetit, ose edhe në vendet tjera. Pa ty, ajo toka... është toka, egër. është me përshtatshme për rakim. është me përshtatshme. Po edhe stilit të nxjerrit të rakime, ato kazanet, ato lullat. Vazhdojnë gjyshet sot e kësaj dite edhe bërë rakimet të tyre. Janë ralluar pak se janë larguar shumë nga fshati, megjithatë tradita vazhdojnë nuk ka për të humbur. E bukur kjo histori që mësuam, që e bëni vetë rakin tuaj. Mirë, shkojmë pas në kohë. Diku në vitet 90 i je shpërngulur në Turqi. Po. Dhe i kthyer në Shqipëri përsëri në vitin 2002. Po, pra praktikisht 12 vite në Turqi. Pse vendosët të lësh Shqipërinë në atë periudhë? Por mbi gjitha, çfarë të bindi pas 12 vitesh të rikthesh edhe një herë? Po, si gjithë emigrantët e tjerë në ato vite u larguan në Evropë të shumë, me fjalë të shumtët. Kurse unë kisha një miqësi ose të gjithë njerëzit më të afër nga babai dhe nga mamaja i kisha në Stamboll. Kështu që ata më tërhoqën, edhe kam ikur në vitin 90 për herë të parë kur edhe pa u hapur që në korrik të 90-s në të njësit që ikin shqiptarët, kurse unë kam ikur që në 89 në fund të vitit ose 90-të. Biles një detaj s'më harrojt se ato vite ishte sistemi tillë që unë kur ika u paraqita në degën e brendshme mora ato porositë e tyre nga. Edhe kur ktheva pranë degën e brendshme, pastaj shkova në shtëpi. Atje u ambientova pastaj me ata njerëzit, më ofruan edhe punë, u përshtata me ta edhe në muzikë pastaj me aktivitetet. Edhe kaloj gati 12 vjet. Jo gati, po 12 vjet. Edhe një kohë që unë po mendoja të rri atje si gjithë tjerë që të rehabilitohesha, vi në Shqipëri dhe u mbusha aq shumë sa thash nuk kthehem më. Edhe mbylla karrierën në Turqi, ndoshta edhe pak më përpara aty të kisha ardhur. Nuk e di, unë edhe në repertorin e këngëve të mia, po edhe në ambientin tim miqësor, shoqëror, kudo që kam shkuar, nuk e ndroj Shqipërinë me asnjë vend të botës. Kam patur raste si në Australi, në Amerikë, flas në ato vitet e para 20 e ca vite, se tani vjen të gjithë. Edhe të gjithë mundoshin edhe për fëmijët edhe për vetë tyre të stabilizoheshin edhe me punë, të emigroheshin andeja. Unë e ndava, edhe nuk i ki kur. Në Malin mund vete, se kam Tiranën, Skreparin, Malinin, po... Ka që ëmbël? Si themi, më hoqë diçka dhe më soli dhe më hodhi dhe më tha mos i kme. E bukur. Lidhja e brendshme, e ndjeva, edhe e ndjej. Shumë e bukur. Është dhe mesazh për gjithë të rinjt të cilët ndoshta jetën e tyre zhvillojnë, sot që flasim në një vend tjetër të botës. Që t'i kthejmë ndoshta në... Thash, edhe këto mesazhe i kam përcjellë edhe në këngë, si madh për vendlindjen, për Skreparin, për shumë. Shumë këngë, sa këngë të bënë? Po janë 170. 170. Edhe mundohet t'i ndërthur edhe këngët biles tani këto vitet e fundit, po kjo edhe më shumë këngë polifonike, sepse aty kam nisur me të drejtën, me këngët polifonike që me shami pioneri aty në ato shkollat në ato. Edhe shamia kuqe, apo jo? Po, edhe pavarësisht i arrita në këtë fazë, po aty ku e nisa aty dua të hedh prapë themele, ose jo themele, po ca gur që në breza që vinë t'i dëgjojnë edhe ti. Ti i lidhur ngushtë me Skreparin dhe vendin ku u lindë dhe u rrite, gjithashtu dhe një artist tjetër është shumë i lidhur me vendin, me një qytet të bukur për të gjithë ne, si që është Skrepari, është dhe Përmeti. Pa tjetër. Ke ndonjë mik në Përmet? Në Përmeti kam gjithë miq sepse jam nip aty. Edhe një detaj... Ndonjë artist, mik, aty në Përmet? Përmetar. Përmetar, që nuk i ndahet Bashqes? Dhe Bledve. Vastë curin që kemi... Dhe ashtu, a? Si thua ta përshëndesim bashkë? Gjithmonë kur komunikojnë në telefon, koncidojnë shumë raste që a i është duke nxjerr raki atje, ase më shumë a i nxjerr verë, që raki në nxjerr unë. Shishi. Edhe në njerë ja marim edhe këngës shumë në telefon. Në telefon. Sa i ka qef këngët e mia. Sa bukur. Dhe ti ki qef këngët e tia. Qëmore shokën beqë për te ju, urësore të qabesë. Shive pa. Shojma të ta prezvaska. Hajde gëzuar, shokë ju kam gjetur, unë baba gjanë kam qenë, baba gjanë kam betur.
është një nga mishtë më të mirë. Ju dëgjova me vëmendje, ju dëgjova të ndërë fjallë. Zoti Thuri, do përshëndesim shumë. Faleminderit që gjete kohë. Do shkëmbej mura Kinti Verën, mos harro. Ai Dule ai tregoi të gjitha, po atje në fshat nuk tregojnë gjë të mirë që mblidhet afro xhakut atje se rakinë e nxori, po se nxjerrë një diçka tjetër të mirë. Pastërmaja. Ta kishë celi, qik pastërma se vdiqo. O Gjaku. Po kam 4 vjetë që i them kur të ulemi njerë që të ham një qik pastërma. Ja, u bëri bashkë Vizion Plusi. Afre kemi, jasë. Atje të kështë të bërë këto, jo e bërë atu në studio, atje në basë, atje ku venë. Ne premtojmë të shkojmë. Vaske ne jam blokuar rrugë të ande nga fshati, mos në zgjeri tëra sekretet po. Shkojmë të Vaska. Unë them të shkojmë të Vaska atër. Të Vaska dhe të gjithë si që jemi. Se ke rrugë të mira. Vask, të kesh shëndet dhe jetë, ke një përshëndetje me Sanedim për këtë mikë unë tonë të mirë, që se pas ke takuar, po prap nuk e ke larguar nga zemra. As të ka larguar nga zemra. Me Dulen unë kam vite shumë që njihem, me gjithse ne jemi pëthua se gjitonë këtu afer dhe kemi komunikuar bashkë me zemër të gjërë, me zemër të mirë, do me thënë pa i dashur njeriut atë të keqen si i thonë lapit, gjithmonë për të mirën. Dhe në për koncerte bashkë, Dulja është një njeri i thjesht si puna ime, edhe ka vërtet në qik qef atë. Neve jemi më shumë tradicional se kështu jemi mësuar këte nga jugu, se jemi me pak populat dhe tani gjerdhëm kur vim në Tiranë, s'mbajemi pastaj. Pra Rozovas, ne na bashkojnë profesioni, po mbi gjithë na bashkojnë ato mendimet e përbat. Traditat tona, ose na bashkojnë zemrat, që kemi mendime paka shumë të njëjta, të përbashkëta për të përcjellë mesazhe pozitive dhe jo për të bërë si gjithë tjerët. Faleminderit shumë. Të përqafoj. Këta dua në vepra më shumë edhe unë të thash që është e mira kur do vem t'ja shtrojmë në njëra atje këmë kryq, atje në Vatra, në Gjaku, që të kënaqemi me të gjithë. E do një premtim, e do një premtim. U tha u bë. Duhet ta bash fjalën, no? U tha u bë, i themi. U tha u bë, tha. Dhe ju do këndoni, kështu që them naftoni dhe ne. Ke fat, po jo ka fat se nuk u mbarua ajo rruga ajo me përmetin që të E pra, po punoj. Rruga të rikonda e se ca. Zoti Thuri, faleminderit shumë për këtë ndërhyrje kaq të këndshme dhe të bukur që bëre, vetëm për të përshëndetur një nga kolegët dhe miqtë tu më të mirë. Të falenderoj shumë. Të presim juve, juroj gjithë të mirat. Në një televizion i mrekullueshëm që mua më kanë ardhur dhe këtu në bashën e këto mbledhjet. E kemi parë me ide traditë, e kemi parë. Por prapë ditët edhe radhët nuk mbaruan, neve gjithmonë jemi pranë jush se ju e na keni ngritur në, si thon fjalës, neve me ato mundësira që kemi, edhe ju me ato tuaja të televizion, se televizioni është pasqyrë. E vërtet, gjithmonë. Uroj të gjithë të mirat. Të urojmë gjithë të shëndet edhe... Miru ta kofshim. Faleminderit që na tregon... Faleminderit shumë. Ta kofshim. E kërkoja. Duhet ja kishim kërkuar një premtim, na vinte edhe ai në studio. Kur të vinë Tirana, që aty bëjmë gjitha kur vinca. Jo, me që vajta në përmet, thash, edhe unë e kam gjysë në zemrës atje sepse jam nip. Një detaj pa ta them që në para viteve 90, besh festa 24 majt në përmet. Disa herë kam ikur nga fshati im në kem deri në përmet. Se në ato vite s'kishte, o do gjemë në ato makinat me karoseri. 4 orë, 5 orë. 4 orë, 5 orë, për të shkuar. Vetëm për të kënduar atje besoj. Për të gëzuar festën 24 majt. Kështu që me përmetin kam shumë lidhje. Edhe shpirtërore, edhe lidhje gjatë. Pra edhe për së rruga shkojmë të Vaska atër, sepse është shumë i këpritës e ka treguar dhe me stafin e Vizion Plus. Syriani, përparë se visin programin, le të zbulojmë disa gjëra, të pyetje me të drejtë për moshën. Kjo nisur nga fakti që je gjithmonë në formë, je gjithmonë i kuruar edhe për të kuptuar dhe atë rrugtimin e famshëm që shuhet jetë. Anën artistike ne kemi shumë parë, por ata që janë kaq shumë të dhënë ndonjëherë në art dhe japin kaq shumë për popullin, duhet garantisht të bëjnë një detyrë të vështirë që të jenë po aq prezent për familjen. Ke ndonjë peng për sa i përket familjes, për kohën e shpenzuar apo ke arritur të balancosh të gjitha? Familja kanë gjetur një mbështetje dhe kjo moshë që më tregon ndoshta më të ri, siç e thoni ju. Jo ndoshta. Është konstatim.
I kam sepse jam në familje, jam shumë I mbushur. Me familje dhe me fëmijët, kam dhe 2 nipre. Dhe jam aq I mbushur sa nuk e vras mendin fare. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore që unë jam gjithmonë në formë. Duke sigur jam njeriu që nuk kam patur dhe nuk kam halle. Paktën familjare. Kam një mbështetje dhe një harmoni që të jashtëzakonshme. Ndoshta do të jem më modest, por ky është realiteti. Jo, shumë mirë bën që. Të jemi falendërues, ta tregojmë që jemi të bekuar. Dhe lexohet që jeni edhe mirënjohës ndaj bashkëshortes me cilën I njohur aty në fshat apo jo? Aty 100 metra ishin larg dhe nuk përdor as taksi. Kishte taksi, po edhe mushkat s'kishin nevojë të përdor, më moran kem kështu. Për ta marrë ajo ceremonia. Na trego pak për atë periudhën që u dashurove, se ti e kishe parë në fshat më përpara. Si ndodhi ajo? Me familjen kam një distancë 10 vjet më të vogël e kam, kështu që e rrita. Mund ta quaj në kuptimin pozitiv. Biles, një detaj, vinim në këto koncertet artistike në përfshatra, sidomos në zonën e Përmetit, se jemi kufi. Dhe kjo ishte në klasën 7, klasën 8. Unë isha, kuptohet mirë, isha 24, 25 vjeç. Këta e merin për të recituar. Edhe një ditë bukur, unë e mora të cakushërin dhe një fjeti atje. Për ishe vogël aherë dhe ndoshta nuk shkon në ndërmend, po kur edhi momenti pasaj një përplasje në rrugë, e ndjeva këtë trokiti. Edhe u lidhëm për gjithmonë. Që nga kosit e mi, përveç asaj nuk kanë parë se dhe asaj bukur. Dhe ajo të dhuroi 2 fëmijë, po jo? I madhi Zot, po. Një djalë, I cili është kineast, dhe një vajzë e cila jeton në Itali. Itali në Venecia. Ajo mbaroi juridikun, po për momentin është rrit fëmijët e saj. Dhe sot je gjysh 2 herë. Gjysh 2 herë që është statusi më I lartë, unë mund Zoti më çojë edhe stërgjysh, po si gjysh është më bukur. Dhe e ndjen vetëm kur e përjeton, se ndryshe kështu me të thënë. Pra ti ai gjyshi që I llaston, besoj, niprit. Patjetër. Nga pak. Jo nga pak, po shumë. Dhe Davide dhe Kenzo. Dhe Kenzo, me cilin je më I lidhur? David. Me David, është I pari. Unë I pari, edhe më nuk zon sa. Kush e ka vënë emrin? Në fakt ka një kushurinë e vet aty ai. Ka 4-5 I madh, edhe kishte një shok ai David edhe kështu nuk e prishte atje. Kjo është historia. Do vi quajt David. Interesant. Me që lindi në Itali, aty edhe emri Davide ishte më për fëmijë. Ke pasur ndonjë dëshirë në zemër që pse jo niprit ta gëzojnë këtë talent edhe ta vijojnë muzikën? Që e fillova me të madhin, me Daviden, biles edhe ati kanë bërë një këngë me madhja dashuri. Edhe do të më ndite mua se kur edhe kur ishte I vogël fare, mendje nga televizori, që derisa dilja unë. Po tani po më llastohet më shumë, edhe tani më shumë shpresat I kanë ta ky tjetri, sepse edhe ai kur vë muzikë ose unë I këndoj në një vetë, ai tundet e gjithë. Kështu që shpresoj. Sa është I vogli, nipi? Në prill bën 1 vjeç. Kështu që ti ke kohë të punosh për të rritur një tjetër do isha lumtur që një nga ta trashëgonte. Patjetër. Mirë, ke përmendur që ke përjetuar një histori shumë veçantë në një nga koncertet tua në Australi. Duhet ta themi që ka shqiptar artistë që kanë dhënë koncerte, kanë bërë koncerte në Australi, po s'janë aq të shumt në numër për hir të vërtetës. Ju jeni një prej tyre. Por mban një ngjarje që ka ndodhur në. Kjo është një e vërtetë dhe mund ta them se kam thënë edhe herë tjera. Në Australi është një komunitet nga shqiptarët e Maqedonisë, zona e Prespës ose në gjithë Maqedoninë. Edhe shumica e prej tyre janë Tosk. Tosk, po. Ka dhe gega atje. E di, po. Më lidhi puna edhe me ta. Edhe në një koncert, ishte shumë koncert I madh, ishte një që ishte invalid, ai kishte qef këngën edhe kishte kënduar, por as fliste, as absolutisht jo, në karrocë sollën, nipret fëmijët e tija. Edhe unë nisa këtë këngën Beç, more shokën Beç, unë këtë këngë ja kam dedikuar Demi Zykos, më të madhit të Skraparit, deri kombit, që zëri I tij është I parritshëm. Edhe e kam dedikuar dhe duke nisur me këngën simbolike të tij Beç, more shokën Beç, e them një rreshtë dhe pastaj kthej që njerëzit do kërcejnë, si gjithë tjerët. Ata më morën edhe më ulën te tavolina e këtij dhe nuk më lanë që ta kthejnja. Edhe vazhdova këngën Beç, more shokën Beç deri në fund. Edhe për një moment nipret bën ca veprime me fjalë nga ajo që uzuan aq shumë, sepse unë I çova mikrofonin këtij afër
edhe i ma priti këngën. Doli Zeri. Idoli Zeri, a i sot është bërë pramet, se ishte edhe i moshuar. Më ka ngellu me thënë drejtën, një kujtes nuk e di. Një zotëri cili të në ato momente nuk fliste do. Po pra nuk fliste, dhe mi po Zeri të kënga Idoli. Muzikës, pra. Është fantastik. Ishte. Edhe pëlqyen këngën polifonike. Se me muzikë kanë evoluar, si që edhe në të skraparit evoluam, se çdo gjë evolon. Po këta të gjithë donin këngën, më shumë këngën me ISO, këngën polifonike, këngën patriotike. Shumë histori e bukur. Falënderi që e ndave. Tomoro, Mali Lartë, në mëdhej që e toka, këngë të vjetra. Edhe më ato me emocionojnë shumë, si themi në këngë tavoline. Po unë edhe kur ikin koncertet më dha, e filloj një, 2-3 kështu për të marrë edhe unë për të ngrohur. Edhe kuptoj që e ndjejnë të gjithë. Është ajo kënga që i thret identitetit dhe i thret shpirtit. Dikur thoshin që në dasma, kur edhe performohej, bëshin shumë qifte, lidheshin shumë të rinj. Sot që ndodhë, janë në dasma një arsye për të bërë shkuesi? Ishin në fshat. Ishin në fshat. Se tani për shkuesi, ne kur bërin dasma në fshat, ftonim të gjithë fshatin. Edhe në dasëm vinin qifte që mund të dashuroshin. Po tani ben ato ajta afërma sa janë të gjithë gjakë kushurinje, si mund të dashurojnë në një dasëm. Tani janë zvogëluar ama në koncerte po. Po, në koncerte? Në koncerte, po. Unë edhe kur kemi qenë në Stambol, kryuar me një shoqat, si të gjithë emigrantët që kanë kryuar tani në shumë vendet të botës, edhe këte zinim gjithmonë në gojë që të mlidhemi, që të njën edhe fëmijët tanë, po në fundit të njën edhe dashurojnë. Këto janë shumë do me thënëse, edhe duhet. Mëse e drejtja, është muzika jo që i ka bërë dikur bashkë. Dule, cila është një porosi që të ka lënë prindërit, që ti e ke vath në vesh dhe të ka shoqëruar në gjithë të vite jetë, karrierë, marrëdhënie me njerëzit, marrëdhënie me kolegët, që a ke transmetuar ndoshta edhe fëmijëve të tu, nipërve një ditë kur të kuptojnë pak më shumë? Qetësia. Unë nuk bëjmë të kem bërë lafe me njeriu, ose jo t'ja kem bërë borë që njeriu, po krenojnë kur më thonë një djali shqyqyriut. Baba im ka qenë shqyqyriu, po bën gati 39 vite që ka vdekur, edhe unë e kam trashëguar sjelljen e atij, edukatën që më ka dhënë, edhe jam shumë i lumtur që këtë edukatë e ka marrë dhe djali, sa kur i themë në një herën që bëj këtë, o babi, po unë ty të kam ngjarë, me fjalë ndershmëria, karakteri, traditat, mos i humbasim. Edhe djalit e ke vënë emrin e babaj, gjyshin dhe shqyqyri. Ati i thonë kiu fiu, tani po shqyqyri e ka. Po, kiu pëse si e thrasim? Kiu e thrasim, sepse ka lindur pak vite pasi që baba ime dhe e përkëdhelmi kiu edhe i ka ngel. Kështu i ka ngel. Kiu njihet. Dhe thonë gjithmonë që i ngjajne, ti ngjash emrin thonë. Po. Kështu duhet këtë. Jo, edhe unë këtë jam i lumtur se e kam trashëguar edhe emrin, edhe mbi emrin nga baba, nga gjyshi, po edhe, si themi, kam marrë nga tato më të mirat. Se edhe mua kur më thonë, ti e djali shqyqës, njerëz të moshuar. Edhe kur më flasin mirë për te, një pjesë edhe më thonë që ti je dhe më mirë se shqyqua, për shembull. Do të thotë që i kam përcjell këto. Reflektohet, qytetëria. Në këto minuta të fundit, nëse do zgjidhje një këngë për ta kënduar, cila do të ishte ajo? Një këngë që s'ke nevojë fare për regjin të të jap një dorë me muzikë, po ti jo, në ashtu se kam probleme dhe në çdo kohë këndoj, edhe në tavolinos, edhe me muzikë. Edhe pa bazë, edhe pa... Unë kam kënduar Tomorit, kam kënduar Skraparit, kam kënduar për Dasma, Lotinusës, Mallimotrës, e shumë tjera. Po, letë këndoj një këngë për Skraparin, se kam kënduar të Shpirt Floririn, ose të Demizikos. O i bukur i Skrapar, emri yt më bën krenar, besën dhe nderin ta dua, se janë pasurit e tua, sa më do, sa të dua, mjalti këngës je për mua, sa të jeme, sa të roj, Skrapari do t'i këndoj.
Zonja dhe zotërinj, Dule Malindi, ishte shumë kënaqësi të të kishim në këtë intervistë. Faleminderit me zemër. Unë ndjeva lirshëm, unë ndjeva tamam në të mes dritë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për energjinë që rrezaton qytetarinë që ju karakterizon, po bigjita për këtë udhtim të shkurtër në kohë, por që Shumë faleminderit. ka shumë jetë brenda. Jetë shëndet, ju dhe familja ju. Jetë shëndet se tjera ta vi vetë. Vinë vetë, me të Dhe këtë qetësinë që ka Dule Malindi, mirë ta kemi të gjithë, me thënë të vërtetë. Se në fundit jetoj mirë për shpirtin tonë. Ne i themi publikut, ju duam shumë të të shihemi nesër me mes dritë.